Është një film mjaft interesant që nis nga pas nesër, nga data 11 prill në rrjetin e kinemave Cineplex në Teg dhe në QTU. Bëuni gati sepse një tjetër super produksion shqiptar është gati për t'u shfaqur dhe ju pret Luli dhe Goni i Lemes. Një film titull shqiptar që ti është titull shqiptar dhe është titull shumë vlonjat, unë e ndjej, e kam në vibe. Megjithatë, për të folur më shumë për këtë film, ne kemi kënaqësinë që të kemi të ftuar këtu në studio një nga aktorët protagonist, do të thoya, një nga aktorët protagonistë të filmit, megjithëse filmi ka vetëm një protagonist dhe protagoniste ndoshta në rastin. Po një nga aktorët protagonisti nuk është i përcaktuar, secili zgjedh protagonistin e tij. E vërtetë, është një nga aktorët kryesor të filmit, gjithashtu në mjaft produksione të tjera, pa e zgjatur shumë, po prezantoj më një herë Margen Caushin. Përshëndetje. Mirë se erdhe Margen. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Tani për të nisur do doja që së pari të njihnim ty. Ti je vlonjat tipik, dukesh. Nga duket. Nga kapelja? E folura. Okej. E folura është vlonjate tipike. Për shembull bëhet dallimi. E Goni është vlonjati zbutur. Është i zbutur, më dha zbutur si. Tani mos më vër në seder. Mos më vër në seder. Tu kthy vlonjat. Margen, ti ke jetuar për një kohë gjatë në Greqi apo jo? Di që ke studiuar në shkollë artistike piano dhe kitar, apo? Vetëm Okej, po kitarës gjithsesi i bie apo jo? Kitarës nuk i bie fare. Vërtet? I bie drumsit po. Oh, më fal, po. Baterist, po. Aty isha në mesin e saj. Na trego pak më shumë për vete. Patjetër, unë jam një muzikant i dështuar. Çfarë sinqeriteti molla. Edhe jam munduar, kam qenë shkolla artistike Naim Frashin në Vlorë, kemi bërë 4 vite atje. Edhe ka qenë kohë e vështirë, se ato 4 vite ka qenë vitet 93, 94 deri 97, kur ikën familjarisht që plasi konflikti në Vlorë, ikën familjarisht, detyruam dhe të iknim. Dhe më vonë aty fillova dhe pak piano duke rënë, dhe aty fillova dashurinë për teatrin, sepse si pjesë artistike të pianos më morën mësuesët atje dhe më futën në rrasën të teatri. Që të luaj. Pra le të themi që nuk ishte zgjedhje në një farë. Jo, nuk ishte zgjedhje, sepse mua më tha, mbaj mend një profesor matematike, më tha që dëgjoj, tha, në mësimin tim nuk do vish, tha. Jo tërë javën, tha. Po nuk do vish një 2-3 ditë të javës, edhe do shkosh do bësh një rol në teatr, më tha mua. Me kënaqësinë më të madhe i thash, vetëm mos të vi mësimin tënd. Ora matematikës. Po ti ku pas ke qenë? Po pra, me kënaqësinë më të madhe, dhe mora kështu lentshëm, edhe ka qenë një rol i vogël për çudi. Do nga bër shumë role episodike edhe në filma dhe në këto. Edhe për çudi aty një rol shumë i vogël që unë gjithmonë me intuit, gjithmonë një fëmijë 12 vjeç, si mund ta bënte, u bëra më i famshëm shkollës. Edhe vinte drejtori, mbaj mend drejtori që një dyja më kishte kërcënuar për heqjen e shkollës, se isha pak harakat. Edhe më erdhi drejtori dhe s'kam për të harruar, dhe unë nuk e di, kisha lart duart dhe i kisha duart me ujë, më thot, oj madh greqisht, oj madh, hajde të puth, më jep duart, më thon, më kapi për qafoj se i pëlqeva në ato që bëra, dhe në ai moment pastaj filloi një rrugtim shumë i bukur. U futa në grupin e teatrit dhe vazhdoi derisa mbarova dhe gjimnazin që kam qenë çdo vit. Ne bënim aktivitete, 3-4. Pra, drejtori nuk të përjashtoi. Drejtori nuk më përjashtoi. Jo vetëm që se përjashtoi. Por na nxënës i keq, u bëra nxënës mesatar sepse ne jam e sigurt që Margendi e ka marrë matematikën 9. Jo, vetëm se merrte pjesë në kështu shfaqjes teatrore. Jo, 7, po. Por se meritoja 5-ën, mos them 4-ën, por ka qenë mbaj më në algebër, do të nuk e di, vetëm një vit e kemi bër, aty ka qenë 10. Për çudi, por në algebër isha shumë i mirë, nuk e di. Po algebra është edhe vështirë valla. Po jo, po ka qenë vetëm një vit. Po patjetër, po vetëm një vit, më thonë e kisha 10, vetëm një vit, ishin ca ushtrime, ka qenë një program në të cilin unë i kuptoja jashtëzakonisht mirë. Dhe këto mësime më jepte vetë drejtori. Edhe kur shkoja jepja provime dhe ashtu,
Isha te 10-ta dhe çuditë dhe ajo që më jepte algebrën. Pastaj në vitin tjetër kur ndryshova shkollë sepse sistemi grek ka qenë 6-3-3. 6-3-3. Kupton? Kurse ne e kemi sa 9-4. 9-3. Tani është për 9-3 po. Edhe kur ndryshova pastaj ika në shkollë, pastaj përfundova vajta prapë tek ujërat e mia te pesa. Atje, por dhe atje fillova vazhdova prapë me teatrin, patjetër dhe Kur e ndave mendjen që the aktrimi është gjëja ime. Unë me aktrim do merrem. Se besoj një pjesë e mirë e jona në një moment apo në një tjetër kanë pasur një eksperiencë nga shkolla me një aktivitet kulturor, ndoshta një teatr rinor, një pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme, po pjesa më e madhe nuk u orientuan atje, shkuan drejt profesioneve tjera. Patjetër. Në Greqi që unë sa i përket më pëlqen shumë pjesa e drejtimit që kishte më thënë edhe në për shkolla, se nuk isha vetëm unë te grupi artistik i teatrit, por kanë qenë edhe të tjerë te grupi sportit ose te grupi i moshonin shumë aktiviteteve dhe për nxënësit për t'i nxjerr atë që ata mund të bëjnë më mirë të ardhmen e tyre. Nëse ka një prirje të tillë, patjetër që e mbështesnin. Dhe mua gjithë mësuesit patjetër që më thonin që të merresha me këtë punë. Ta bëje këtë punë, mos e li, kjo është e ardhme jote, përkushtohu, puno, ul kokën dhe vazhdo. Tani, ka qenë një stepje nga prindrit. Ka qenë një stepje nga prindrit, sepse fundja... Qa do bësh artist tash? Ja ta them unë, se unë tani këtë gjë që mua më thoshni prindrit, unë e kuptova kur u bëra vetë prind. Prindrit mi thoshnin, si mund të bësh ti artist, ndërkohë që ne nuk kemi asnjë në fiset tona, për të jetë një artist që mund të ndihmoj të tregoj rrugën. Të tregoj rrugën çfarë do gjesh këtu te kjo pjesë. Atëherë, prindrit e mi kanë pasur këtë gjë që çdo prind për fëmijën e vet do ta ndihmoj fëmijën e vet. Patjetër. Po, unë po gjej një degë, një gjë që të cilën unë se ndihmoj dot. Atëherë më mirë më mirë futu merru me inxhiniera, ku dëgjoj, merru me ndërtime, do ta gjejmë një linjë. Po do ta gjejmë se edhe kemi, edhe mund të ndihmojmë. Kurse këtu ku të ndihmojmë ne? Si të ndihmojmë? Dhe më ngeli mua ajo në fakt. Dhe unë kam humbur. Nuk mund ta them humbje se ndonjëherë çdo gjë ka orën e vet, ka drejt. Momentin e vet dhe humba një 3-4 vite po një, mos them 5. Po 3-4 vite 5. Çfarë bëre gjatë atyre 3-4 viteve 5 mbase? Kam bërë lloj punësh. Çfarë të duash ti? Ku s'kam punuar, çfarë s'kam bërë? Eksperienca më e bukur ndër këto punët që nuk kishin lidhje me aktrimin? Që nuk kishin lidhje, po, mbushja këto ujin që më solli ti mua, ngrija bidona atu. Ngrija bidona të ujrave dhe i çoja në përzyrat e Afinës. Këto ujrat që janë këto ujrat që nxjerr, po. Unë çfarë bëja? Merja ujin, e çoja ose me ashensor ose kur s'kishte edhe ashensor dhe i vendosja. Ajo ka qenë një punë jashtëzakonisht e lodhshme, nuk kam ndonjë më shumë se një javë. Mirë, se përgatitja fizike pastaj për aktrimin duhet. Patjetër. Edhe më vonë këto sigurisht them drejtën që më kanë shërbyer në punën time. Më kanë shërbyer sepse ndonjëherë thon edhe ne i mësuam më vonë, edhe kur na thonin edhe mësuesit tan, që eksperjenca e jetës do të bëj shumë mirë në këtë punë. Eksperienca në aktrim, dhe eksperienca e jetës do të bëj jashtëzakonisht mirë dhe këtë e vura re gjatë punës. Këtë e vura re që po më kanë bërë jashtëzakonisht mirë. Sa mirë që e ceku këtë Margenti, sepse unë jam e bindur që ka shumë të rinj dhe të reja që mund të jenë duke na dëgjuar tani, të cilët kanë ëndra, kanë pikësynime, kanë objektiva në jetë edhe po ndihen ndoshta në momentin më të mirë, jo më të mirë të jetës, edhe kanë këto pikpyetje të shumta dhe jam e bindur që kjo që Margenti tha mund t'i shërbej për të që jo vetëm përvoja, po edhe që ajo që ti pret nga jeta ka momentin e saj, po themi. Patjetër, ka momentin e saj, duhet bërë kështu, sepse unë arrita në një pikë, sinqerisht po ja them, mund të më ikte drejtimi jeta nga duart, themi ne. Më thënë për pjesën e profesionit. Se kur nuk je lumtur me një gjë tjetër që bën, do ikë thjesht do punor, do shkosh në shtëpi, mendimi im thash unë nuk duhet të më shkurtohet jeta, unë duhet të jemi lumtur në atë që bëj. Edhe vështirë ta kem, nuk ka rëndësi, po unë do i futem detit me këmbë, thash, se Vlora. Po ju dini dhe not pse ti futeni me këmbë. Po i futem, po ne bëjmë edhe ecim edhe me këmbë, edhe me notë, me këmbë, dim si të futemi sa më thellë, edhe të dalim prapë. Mirë, edhe kështu e bëra. Unë si blonjati zbutur nuk po flas shumë, po ja blonjati të pas zbutur mirë.